Në 76 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore të Kinës, Ambasada e Kinës në Shqipëri organizoi një pritje zyrtare të enjte në Tiranë. Në fjalën e saj, ambasadorja Pan Chun-shue u shpreh: Gjatë 76 viteve të fundit, Kina ka promovuar modernizimin kinez përmes zhvillimit me cilësi të lartë. Në gjysmën e parë të këtij viti, pavarësisht goditjeve të rënda në rendin ekonomik, tregtar ndërkombëtar, ekonomia e Kinës përballë sfidës shënë rritje prej 4,2%. Duke u ndalur tek miqësia midis dy vendeve, ambasadorja Pan Chun-shue theksoi se Kina vazhdon të jetë partneri i dytë tregtar i Shqipërisë. Vitet e fundit, marrëdhëniet Kinë-Shqipëri kanë ruajtur një zhvillim të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm. Liderët e të dy vendeve mbajnë komunikime dhe shkëmbime të shpeshta. Procedurat për hyrjen e produkteve bujqësore shqiptare në Kinë po përparojnë, ndërsa bashkëpunimi në fushën e energjisë së re, siç janë automjetet elektrike, po shfaq perspektiva të reja. Kryediplomatja kineze në Shqipëri vuri në dukje shkëmbimet në rritje mes dy vendeve. Këtë vit, Administrata e Përgjithshme e Sportit e Kinës nënshkroi një memorandum bashkëpunimi mbi bashkëpunimin sportiv me Komitetin Olimpik Shqiptar. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për heqjen reciproke të vizave dhe memorandumit të mirëkuptimit mbi bashkëpunimin e turizmit, shkëmbimet mes qytetarëve kinezë dhe shqiptar janë bërë më të shpeshta. Ambasadorja kineze Pan Chun-shue ju referua dhe nismës së qeverisjes globale të paraqitur së fundmi nga presidenti i Kinës, Xi Jinping. Kina do të mbështesë parimin e konsultimit të gjerë, kontributit të përbashkët dhe përfitimeve të përbashkëta në qeverisjen globale dhe do të forcojë koordinimin dhe komunikimin me vendet në të gjithë botën, duke përfshirë Shqipërinë për të zbatuar së bashku nismën e zhvillimit global, nismën e sigurisë globale, nismën e qytetërimit global dhe nismën e qeverisjes globale. Të pranishëm në pritjen zyrtare ishin zëvendës ministrja për punët e jashtme dhe Europën Megi Fino, zëvendës ministri për punët e jashtme dhe Europën Endrit Yzeiraj, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, kryetari i shoqatës së miqësisë Shqipëri-Kinë Spartak Nano, kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli, përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Bashkisë së Tiranës, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, diplomat, përfaqësues të medias dhe të komunitetit kinez në Shqipëri. Gjatë pritjes u shfaq filmi dokumentar Shenzhou 13, prodhim i grupit mediatik të Kinës. Një atmosferë të ngrohtë emocionuese solli në pritje performanca e artistëve kinez të ardhur në Shqipëri me rastin e javës së kulturës kineze.